A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shembulli 21. Një personi I ka lind një fëmijë, edhe I ka lind gjallë. Me I tha një njeri tjetër, Allahut I duhesh të gjali jot, estakfirullah. Kjo kuptohet se në atë vakët ndoshta ka qenë se në një tradit, në një laf I përhapët në mesin e njerëzve. Kjo nën kupton se sikur estakfirullah, Allahu pas ka nevoj për diçka. Kul huwa Allahu ahad, thuaj, Allahu është ahad, një. Allahu samet. Ai Allah është samet. Samet do të thot ai që s'ka nevoj për asgjë dhe gjithë sende tjera kanë nevoj për atë. Kjo është kuptimi I fjalës es samet. Tamam, prandaj është mirë fëmijëve nëse dia vëndojmë emrin samet me avu abdus samet. Mirë, po këtë informat më duket kote dash, se sot më këto emrat si kanë marrë hof kështu, se kanë ndërmend kërkushit ja vjen gjalit emrin samet apo abdus samet. Pika 22. Një grua, një femër, nëse veshet me diçka që e ka haram, të dingjaje, grave, të feve tjera. Krishter kave ose kujdi kujka. Neve si I themi, këtyne qerave. Në kartë puna, prifti, popi, të those vajzave të veta, mbanja ka një kërst në qafë, se së në dalojmë pi shqiptarve. Tama? Këtë deregje ka në arë shqiptar ka tona. Turqelin ka tona, Rom ka tona, e këshu me rast. Muslimanët tonë, e në musliman ka tona, shkurtimisht me thonë. Dve e puna, a I tjetërit those, vini ka një kryq në qafë, se së në dalojmë, a unë kom nesë mojnë t'i dalojmë duket. Se ato ma thjesht vajshen se sene. Ato ma thjesht vajshen se sene. Kam unë e kojshi palës tjetër. E në ato bëjnë darsma. Nuk us gjatë ka një javë ka 10 ditë. Zbesoj se I harrujnë 50.000 euro në darsëm ato. Do me thonë, mund të hekin atë kryq. Se tonat ka ndalë komplet pishinave. Komplet pishinave. Një e fes tjetër për darsëm nuk merë një torte 700 euro. Me 6 kate, me 8 kate, me kuetici. Tama. Ato e nejsën këtë si tradit, ama e nejsën ato në një mbretëri e madhe dhe një milionere. Këto tonat me 300 euro rogë nuk t'i bën këto asgan leke. Në me thani kanë kalu mo, Allahu në rujt. E tash me u vesh si ato. E në me I thandi një njeri qeter, qka janë këto veshje? Thot, këto janë, thuja emnin, veshje shumë bukra. Këto janë veshje të tona. Kështu duhet veshemi ne. Ne jemi të përparuara. Ne jemi moderne. Ashtu, Zoti në rujt, ulemat kanë thënë kjo është qafirk, dhe ka haram ma buri, të ketë dhe një mardhënje ma me atë grua. Deri sa të bëhet edhe njerë musliman në ajo. Tamam. Edhe femra me e hup imanin, e në buri nuk mund të vazhdoj ma atë një qah me atë. Pse? Se quhet myrtedde. Myrtedde do të thot ajo që e ka lanë fen islame. Ajo që e ka lanë fen islame nuk ka një qah. Allahu Teala ta lejon me muslimanet martohesh, me krishtere dhe me jahudink. Me krishtere me jahudink, sot tahrimen haram është. Tamam, me kruh është, që ulemat kanë thënë edhe haram është. Në këtë vakët nuk duhet me u martu me ato. Se është vakti ku zotrojnë, ku dominojnë ato. Dë martoheshe me krishtere apo jahudik, kur dhe ishte feja islame në fuqi. E në ajo të dije se jo pasot muslimant janë të fuqish. Edhe të rrite me traditat islame, jo me dvetat. Nese, mo dalim piteme. Mirë po, nëse është ateiste, ose nëse është myrtedde që qafire e kalan fen islame, me atë nuk mund të martohesh. Prandaj le të kenë kujdes, vejshen se vejshen për kërkund, bare mos e mendojnë se e kanë halal. Edhe atë të bëjnë si cigarja e burave, apo ta kjen një dhimbje që këtu në zemër, kur dë mblojë mune një dit. Këtë ndjenë nëse nuk e ka, pik pytja ka një iman. Pika 23. Nëse ha ose pi diçka që është haram, dhe thot bismillah. Tamam. Si për shembull rakia, si për shembull ngordhësirë, apo mishi I derit që këtyne I themi haram li ajnihi. Haram li ajnihi, rasisht, mo them, po bashkësonte edhe në ders, kaloj kjo shprehja. Me thonë bismillah për një sen që o haram li ajnihi. Veç ai sent është haram. Coftejna është zhojer haram. Mishi I derit është dojer haram.
Rakia është çdo herë haram. Këtine të thush bismillah para se me e pi, është kufër. Është nënçmim me emrin e Allahut, bismillah që themi, me emrin e Allahut. Bismi Allahi, do me thënë. Po për haramet tjera të kategorisë tjetër, haram li gajrihi, që si e dham shembullin son të nders, me ja vjedh dhe kujt mollën, me ja vjedh dhe kujt dardhat. Dardha si dardh është halal. Mirë po të shbo haram se ja ke vjedh për një sebeb tjetër, në këtë rast me thamë bismillah, nuk pohet kufër. Pika 24. Një person nëse i thot dhe kuj tjetër, inshallah vdesish si qafir, Allah i të çojë botën tjetër pa iman, inshallah të hysh në xhenem e kështu me rast të përjetshëm. Dietarët janë ndarë në dy mendime. Disa kanë thënë edhe kjo është kufër, se bëhesh razi me kufrin e dëkujt. Derisa lutesh, Allah i ta marrë këtë pa iman, sikur ti je razi se është ai qafir. Mirë po dietarët tjerë kanë thënë jo, nuk e kuptojmë në këtë aspekt, po ka qenë zullumqar, e ka maltretuar shumë, e për ta pa në botën tjetër çka do të thotë, ta maltretojsh dikë, hyn njerë në xhenem ta shofish, vdis çashtu pa iman si sot si vazhdojsh, çato zullumqar që vrasin fëmijë të pafajshëm, inshallah vdesin pa iman, po ta shohin në botën tjetër çka do të thotë ngucesh me muslimant. Me këtë niyet me e thënë, nuk është kufër, se ka shembull edhe pi pejgamberve. E në pejgamberët dë njerë kur u ka diri këtu, janë lutë, ja rabi, merva shpirtin këtyne, shpëton për këtyne. Çka do thotë merva shpirtin këtyne? Të vdesin në që këtë gjendje që janë. Si? Qafira. Pika 25. Tu e ditë se e ke bo atë punë, me bo bie që këshu. Allah i e dinë se unë nuk e kom bo këtë punë. Themi, Zotin arrujtë, ka vjedh dhe kushin e një pare, e ne zanat, sot Allah i e di se unë nuk e kam bo këtë punë. E përdorish Allahun në gënjeshtër. E ne vetën e resh, e ne përdorish Allahun në renën tande. Mirë. 26. Me bo një qah pa dëshmitar një qift. Dhe me thanë, e kemi Allahun dhe pejgamberin dëshmitar. Bashkë me Allahun e shtin edhe pejgamberin. Disa ulema kanë thënë se kjo është kufër, sepse pejgamberi nuk mund të dije gajbin, nuk mund të dije diçka që nuk është ai vetë prezent aty. Me përjashtim, nëse Allahu me anë me lajqeve ja dërgon atë informat në vorë pejgamberit, ajo që tërpun. Mirë po, kështu direkt ta përmendis, njëtë si Allahu e në pejgamberi din këtë të mqeftat, edhe kjo është kufër. Ose, një njeri që thot, pika 27, një njeri nëse thot, unë e di sende që hupen, unë e di sende që va vjedhin, se ku janë, hajdini të unë të va gjej. E ne u kërkojnë pare, që ato gjitën e magjistarët, edhe kjo dhe jetë kufër, se pretendon që e di të më qeftën. Tama. Sa që, me thanë edhe, pika 28, me thanë, i gjinët dë mjapin mua haber, se ato e din të më qeftën, prap dhe jetë kufër, se tash ka thanë, i gjinët e din të më qeftën. Për që këto punë të i gjineve, këto punë të magjistarve, këto punë të gjingjive, jënë punë të rezikshme. Mos shkojni të ato. E keni namazin, e keni abdesin, e keni akiden e hlisunne, keni derse, njojni, me kësi punë, mos u mirni. 90% e milletit shkon, a 10% e milletit janë sprovuar me këto punë. I gjine, gjoja, magjia sen. Mirë. Pika 29. Një njeri me bo bie, vallahi billahi se çkët punë nuk e kam ba. Ky qetri me i thonë, sëm duhet mu bia jote në Allah, po bëj bie në talak, apo për të liru robin. Sot robër se s'kemi, s'na duhet kjo. Disa dietar, shumica dietarve kanë thënë në kjo është kufër. Se është bie më e madhe të bësh bie me emrin e Allahut, se sa të bësh bie në talak. Gjë talak në divorc. E në mund bëj njeri bie. Vallahi billahi, une thuj emnin që këtë uj nuk do të derdhi në tualet. Ose, vallahi billahi jo, po më qoftë gruja e divorcuar nëse e derdhi unë këtë uj në tualet. Po e bone që këtë pun, shkoj talaki. Shkoj talaki. Mirë, po dietarët qërë kanë thënë nuk quhet kufër, se ndoshta dyshon ki nuk o muslimani mirë,
Emrin e Allahit e përdor ashtu për ashtu, ama punën e tallakit o punë më serioze. Sipas atij, jo për neve emri Allah është diçka më serioze se kret. Mirë po është diçka më serioze se dhe hien zina për ditë. Me marrë shteti mund t'i ndaje burë e grua. E kështu me radhë. Pika 30. Një person me i tha një personi tjetër, shikimet i kije si Azrailit, ma marrin shpertin. Prap kjo sikur ki i pari mashkëll, kjo dita femër nduke. Në me thanë, senin didarën, banat gjan alëgjë gibidir. Didar do thot shikim. Shikimet i kije si, themi, vdekje prurës. Ajo që merë shpirt është, vetëm, Allahu dhe ka urdhru Azrailin alayhi salatu vesselam. Sepse thot është nënshmim me melajqet, e nënshmojsh Azrailin. Dhe ngjojmë mesin e muslimanëve, kallëzojnë shtosa, ka hip në avion Azraili, thuj pretën e pak ma pa i kam mbledh kitë Azraili, po të shohë me Azrailin alayhi salam s'ka shaka. Ose e kallëzojnë në mesin e muslimanëve kom gjukët. Një hoq Afrik la e gjenaze, e në ka fugë në rek, ma pa e kanë gjetë ka të ndarët, po ku e dy Azraili se ka marrë, ka thkaj prap, me Azrailin a.s. shaka nuk ka. Me pejgamberin a.s. shaka nuk ka. Me evliat, me ulemat, si tham, shaka, nënçmime, nuk ka. Mirë. Pika 31. Nëse thot një njeri, sa mirë është mos falish namaz. Oh, rahat, e këshu me radhë, Zoti na rujt, edhe kjo është kufër. Një hoxha jon tregon, që këshu njeri zdi sa vjet fal namaz, mbas një ditë e le namazin. Kjo zakonisht fillon me elan namazin me xhamat. Fillon shpejt i fale. Fillon dyqanat e ti fale. Ma pa, ajde, pa ekipi kombinimi, ja ca jam ben kaza, i lodhet pipon e dëfli. Ma pa, sabaj në kaza, qashtu tushku, besish, komplet pa namaz, bas disa vjetë, as gjumaja. E në thush, Zotin arrujt, be, gjitha to vjetë kemi falë, kote kina mundau veten. Ka njerës që e kanë thanë këtë shprej, këtë hoxha jonë në e tregon. E në ma pas si e ka përfundu, fundin si e ka pasaj njeri, e kanë gjetë militar të varur në banesën e vete. Ka thënë, qaq vjet njova derse, gjitha to namaze i fala, këtë punë. Shtaj rahat. Rahat, një ngushtim psikik, një ngushtim shpirtnor, një kriz, tak litari. Për qatë mos i lam namazet, mos i lam gjematet, namazet me gjemat. E ne, burimi këtë këtu është të derset. E 32. Nëse një personi thot një personi tjetër, e atë falim namaz, dhe a i thot, mu namazi më vjen shumë vështirë. Namazi për mu është diçka shumë e vështirë. Ulemat kanë thënë se është kufër. Sepse Allahu Teala thot për besimtarët, kjo diçka e lehtë. Kjo është diçka e lehtë. Ne vi thëmë, hajde be namaz, a be më fajt në gjinashte. Nese, kjo nuk o kufër, se e pranon se është gjuna. Ama shumë ranë, vajnë be ko e di, kështu i fjalë, nuk guxon një musliman. Me njerë nënshmoj e veten, mos e nënshmoj namazin. Thuj, unë jam njeri vështirë, unë kana musliman, hajrësës, 5 pare nuk bëj kam, një namaz së ne fali. Ama namazit laf, jo. Ajde tash, një njeri me thanë se Allahu që është nalt, është dëshmitar për këtë punë. A i loq ka nalt, a i nalt në shef. Ulemat kanë thënë se është kufër, sepse i ka caktuar pozit Allahu Teala Gjelle Gjelaluhu, ndërsa Allahu është munezeh nga meqani. Allahu Teala shumë i lartë madhuruar nga vendet. A i nalt në shef, leni të ato mabit. Mësoja akiden si duhet. Akidja për gjysheve nuk mësohet. Akidja në rrug nuk mësohet nga rrugacët. A i loq ka nalt gjene, si kur shumë e donë Allahin, loq ka thot. Pare si e paramendon Allahun. Allahu Teala egziston, është i gjallë, haj, sem, ilm, besar, kudre, kela, mirade, ket tekvin, të sifate i posedon Allahu dhe egziston Allahu. Mirë po egzistimi ati nuk ka vend. Nuk mund të kufizojë dhe një vend Allahun gjelle gjelalu. Nuk mund të ish nalt, nuk mund të ish poshtë për Allahun. Tamam? Ulemat kanë thënë se është kufër dhe kjo deri në vitet 1900 çashtu thueshte.
E në trojet tona deri në 1990 çashtu thueshte. Pleq që kanë dëgju hoxhallar të vjetër në qytetet tona e din se sa mëkat i madh është thysh ai nalt. Nalt është arshi. Nalt janë xhennetet. Nalt rinë me lajqet. A nëse thush ai nalt për me lajqet, ndoshta. Ai nalt arshi, ndoshta. Ama arshi nuk na duhet si dëshmitar, neve na duhet Allahu si dëshmitar. Tamam, ai nalt për Allahun nuk thuhet. Një njeri, në sa dakika ka, se më hupi. Tamam. 34. Një njeri, nëse thot, është sunnet, pejgamberi a.s. kur ka ngrënë ushqim, i ka lëpir që këto 3 gishta. Që këto 3 atë lëpien është sunneti pejgamberit a.s. Dhe një tjetër me thënë, mbarja e madhe, i pasjellshëm, estakfirullah. E kjo nuk o sjellje e bukur, çka u bë? Kufër. Se nënshmove një veprim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e njëjta ma kujton edhe këtë. Pastruoje mjekrën. Bonu ma pedant. Hiqe mjekrën, birin zhilet, pastru. Pastrim, do me thënë e kundërt e pastrimit që ka bërlok, që ka pislek. Çka që ka pislek? Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kufër. Shkove, haj për të mirë. Duhet me i mat fjalët. Prap atë në fillim që e tham, ja të bëhesh hoç, ja talebe, ja të resh me hoxhallar, i 4 të i bobone, një dit imani shkon. Në rrugë nuk mësohet imani. Sa i kushtojmë rëndësi, ku e di, gjubreve në tokë, rrugicave tona në muhall, ku e kena parkir rabën, ku se kena parkir rabën, qaç t'ishim interesu për akide, dhe dishim pak si duhet flasim ndaj Allahut Gjelle Gjelalu. Allah. Pika 35. Një person, nëse thot, po, risku është nga Allahu, mirë po e në njeri duhet lëvizë pak. Hajde. Mbas fjalës Allah, mirë po nuk thuhet. Ne vedim, po, njeri duhet të bëjë gajretin e vetë, mirë po edhe atë gajret, edhe atë lëvizje, kush ja kryon? Allahu. E nëse ka me njetë se Allahu nuk na kryon veprat. Njeri vet i bën veprat. Rreska është nga Allahu, ama e në njeri duhet punoje. Te nëse e kiese, atë punë që e bën njeri e bën pavarësisht nga Allahu, është kufër. A e kuptojmë këtë? Një rreska është nga Allahu, ama njeri punët vet i bën. Është kufër kjo. Bile jo, kufër thot, është shirk, se dhe ato lëvizje që i bëjmë, Allahu na e krijon, një lloj si na e krijon edhe riskun. Mirë, mund të ndalim tash, vazhdojmë ma pa prapë. Velhamdulillahi Rabbil Alamin.